Episodi 3. Rruga drejt titullit Skënderbeu 1415-1438. Një luftar në shërbim të perandorisë osmane Gjergj Kastrioti, tashmë i njohur si Iskender, kalon rininë e tij duke u stërvitur dhe luftuar për perandorinë osmane. I rritur në oborin e sultanit, ai nuk ka zgjedhje tjetër veç se të ndjek urdhrat. Megjithatë, guximi, strategjia dhe aftësitë e tij të pashembullta në betejë e bëjnë shpejt një nga luftarët më të frikshëm të perandorisë. Gjatë këtyre viteve, ai merr pjesë në disa fushata ushtarake kyçe. Luftrat kundër Bizantit. Skënderbeu komandon një divizion të ushtrisë osmane kundër perandorisë bizantine. Zgjuarësia e tij strategjike i sjell atij admirimin e zyrtarëve më të lartë osman. Betejë kundër tartarëve dhe luftarëve të stepës. Gjatë një fushate të vështirë në lindje, Skënderbeu tregon një guxim të jashtëzakonshëm. Ai arrin të zmbrapsë hordhit tartare, duke demonstruar taktika të shkëlqyera ushtarake dhe një trimëri të pakrahasueshme. Shtypja e rebelimeve. Brenda territoreve osmane shpërthejnë kryengritje të ndryshme. Skënderbeu dërgohet si komandant për t'i shtypur këto revolta, duke treguar aftësinë e tij për të menaxhuar situata komplekse me efikasitet. Dueli përepërsi gjatë një fushate kundër tartarëve lind një sfidë e pazakontë. Dy vëllezër tartar, të njohur për fuqinë e tyre të jashtëzakonshme dhe aftësitë e tyre luftarake, pretendojnë se janë luftarët më të mirë të perandorisë, madje më superior se vetë Skënderbeu. Fama e tyre përhapet në të gjithë ushtrinë dhe së shpejti organizohet një duel. Pashai Osman dhe vetë sultani vendosin që Skënderbeu duhet të përballet me të dy vëllezërit në një arenë. Fituesi do të marrë drejtimin e pakontestueshëm të forcave elitare të ushtrisë osmane. Mijëra ushtar mblidhen për të ndjekur ndeshjen epike. Lufta fillon me një sulm të furishëm nga dy vëllezërit tartar, të cilët përdorin forcën e tyre të pamëshirshme. Por Skënderbeu, me shkathësi dhe mençuri, shmang goditjet dhe kundërsulmon me saktësi vdekjeprurse. Pas një betejë të ashpër dhe të egër, ai arrin të imposhtë të dy kundërshtarët me një goditje të fundit fatale. Ushtarët shpërthejnë në brohoritje, duke thirrur: "Skënderbe, Skënderbe!" Fitoria e tij e forcon më tej reputacionin si luftari më i madh i perandorisë. Vetë sultani e nderon, duke e dekoruar me çmimet më të larta dhe duke i dhënë komandën supreme mbi forcat osmane. Titulli Skënderbeu, triumfet e tij, nuk kalojnë pa u vënë re. Sultani i dhuron titullin Skënderbeu, një nderim i madh që simbolizon madhështinë e tij si strateg dhe lufttar, duke e krahasuar me Aleksandrin e Madh. Por, pavarësisht nga lavdia dhe privilegjet, zemra e tij mbetet e lidhur me arbërinë. Ai nuk e ka harruar kurrë dheun dhe popullin e tij, edhe pse i shërben perandorisë që i ka nënshtruar. Lidhja me ushtarët shqiptar ndërkohë që shërben në ushtrinë osmane. Skënderbeu forcon lidhjet me luftarët e tjerë shqiptar të shpërndarë në përrangje të ndryshme ushtarake. Shumë prej tyre, si ai, janë marrë nga osmanët në moshë të vogël dhe tashmë shërbejnë si jeniçer apo komandant. Ai fillon të mbledh rreth vetes ndjekës besnik, të cilët e shohin atë si një lider të ardhshëm. Këta burra do të jenë shtylla e kryengritjes së tij kundër perandorisë osmane. Episodi 3. Rruga drejt titullit Skënderbeu 1415